Live from Tirana në Top Albania Radio. Dhe drejt për së drejti nga Live from Tirana, 11:09 shtore eksakte në këtë moment, është bashkuar tashmë në studio kolegu im Bledi Mane, gazetar, për të diskutuar për 24 ditët e protestës qytetare, ku ndër të tjera kërkojnë të ndërheqjen e kryeministrit Rama, ku ky fundi duket se nuk ka ndërmend ti përgjigjet kërkesës kryesorëve të protestuesve. Bledi, mirë se vjen në program. Mendova se do prezantoj si opinionist, se kur dëgjoj këtë fjalën opinionist ndjej kështu një lloj velanie në vetvete. Ka shumë në Shqipëri. Jo, ka shumë, ka më shumë opinionistë se protestues. Më shumë opinionistë se protestues. Po ti mbledhim gjithë së bashku këto 35 vitet e fundit, mbushet bulevardi i vjetër dhe i ri. Edhe i ri. Me opinionistë, po. Dgjoj, le të flasim pak gjëra të hapur. Në këto 24 ditë protestë. Po pse kam folur njëherë gjëra të mbyllur? Fiks. Në këto 24 ditë protest, ke qenë një nga personat më të shënjestruar për sa i përket komenteve në rrjetet sociale, me komente të ndryshme, jo si i shitur, jo si kur i bën më i shënjestruar. Po thuaj pra më i kërcënuar, më i anatemuar. E lubrifikova pak, domethënë të kam vënë në shënjestër si njëri që i bën fres i veris, si kur je kundra kësaj proteste, se kur ti mendon që në këtë qeveri çdo gjë shkon mirë, në fakt ti çfarë mendon? Në fakt këto që sapo the i bën fres qeveris, i bën patronazhizmin qeveris, janë shprehje që 6 vitet e fundit i ka thënë vetëm Fred Cako ndaj meje në programin Rreth Katror, sepse unë kur të lexosh çfarë kam publikuar, çfarë kam thënë, me DNA ishim Big Brother nga 2 herë dhe kur se kemi përmendur qeverinë që ishte spektakli më i ndjekur dhe mund t'i bënim fresk edhe asnjëri s'na ndalonte dhe ishim live pa censurë, pa montazh. Kështu që po të vësh re ka shumë njerëz që i atribojnë vetes rolin e personit që në gojën tënde mund të fusin çfarëdo lloj fjalësh, thënjesh, dhe pastaj kthehen te vetja dhe komentojnë atë që e kanë dhënë vetë nga goja e tyre. Problemi është që qeveria nuk luftohet as me kërcënime në Instagram, qeveria nuk luftohet as me sharje dhe me fyrje nga robt e vdekur deri te robt e gjallë dhe ata që ende nuk kanë lindur, ata që janë te palca e kurrizit, po programohen. Dhe kjo lloj dhune verbale thellë po e shkërmoq protestën. Si gazetar të vjetër që jemi, mua nuk më duket ndryshe nga protesta e PD-s. Është protest pa dhunë fizike, që për këtë kanë goxha merit, është një protest ku është parakaluar ngjyra roz, ngjyra kuqezi, ade dashuria, hipokrizia, por në anën tjetër kemi dhe një protest online e cila është makabre. Në çdo sekondë, çdo minutë kolegëve tan u vinë mesazhe shumë kërcënuese, shumë kanibaleske. Dhe po ta vësh re për herë të parë në Shqipëri, ashtu si gjatë protestave të Partisë Socialdemokrate të Hitlerit, njerëzit kanë dalë me parulla me fotot e gazetarëve. Pra, po, gazetarë dhe analistë. Shumë e rëndë. Pra, ti u ekspozon armiqtë e supozuar kalamajve dhe nënave në turm, pensionistëve, emigrantëve, diasporës, kosovarëve, shqiptarëve të Maqedonisë. Ti u tregon në mënyrë të shënjuar që këta janë ata që na luftojnë ne. Këta janë ata që qeveria i ka futur për të na luftuar ne. Pra një luftë e supozuar me armiq të supozuar, por që ka një lloj kosto. Dhe po ta vësh re, ne besoj një gazetarin Osman Stafa, gazetari i një televizioni tjetër, i cili pardje është qier në fytyrë dhe në po kishte pasur një rast nga dy, sipas thënieve të tij, nga 2 qytetarë të zakonshëm që e kërcënuan pse ky mbron protestën. Pra, mbas 3 javësh, Osmani u kujtua të bëj denoncim dhe mirë bëri, sepse dhunën e dënojmë të gjithë, por Osmani, njerëzit aty te Osmani dhe te Klod Lala ishin me parulla me fytyrat tona. Dhe si nuk doli ky Osman, ky Klodi, këto shoqata gazetarë thoshin stop. Merr mikrofonin dhe stop, s'keni punë me kolegët tanë. Kolegët tanë janë aty për të raportuar. A diti Ronaldo i dashur në një gazetar që veten në Ukrainë dhe në Gaza me dyfek dhe me mikrofon. Lufton paradite dhe mbasdite raporton. Gazetari ka qëllim hynor të thjesht dhe të përbër raportimin nga vendi i ngjarjes dhe kaq. Patjetër. Gazetari nuk hipën mbi podiume dhe ulëret.
nuk mbajnë qëndrim. Gazetari ishte aty për të raportuar. Pra ti mos u merr me lajmsin, ti merru me lajmin. Dhe u detyrova mora Sandër Çipën në telefon, kryetari i Unionit Gazetarëve, i thash ku je sepse duhet të mbash një qëndrim. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur atë që pronar mediash janë kërcënuar, janë fyer, janë poshtëruar, janë linçuar dhe më pas doli shoqata Unioni Gazetarëve, pastaj doli Asociacioni Gazetarëve. Dhe më vjen çudi si këto trupi diplomatik nuk po ndihet, organizatat botërore të gazetarëve nuk po ndjen këto të kafshëve dhe të shpendëve. Sepse deri tani a diti në një flamingo që është vrarë, është plagosur? Ja. Kanë ardhur aty për qefte vet, kanë shtruar vezët, po çiftëzohen, po përmenden gjithandej, ndërsa ndaj gazetarëve nuk po shihet kjo gjuha moderuese e ndihmës në këtë situatë. Po, domethënë shqiptarët kanë hallin që nëse bëhet ky resorti, Flamingo do të jetojnë aty. A ke parë ndonjëherë Flamingo vëllai? S'kam parë. Unë kam parë se kam bërë reportazh në Supernet 5 vite më parë. Domethënë ti je një ndër të paktën shqiptarë. I kam parë Flamingo, ti kam shëruar. Dhe është mirë të dëgjojmë ju që i keni parë, apo jo? Se unë kam qenë në Zvërnec 2 herë, është plazhi më i ndotur, plazhi më ku nuk e dallon dot ujërat e zeza nga uji i detit, edhe plerat e tona që hidhen tek ajo ura e drunjt, manastirin e famshëm me varin e. Po dhe këtu ka faj qeveria, se duhet ta pastroj, si zonën mbrojtje që është. Sigurisht ne kemi faj që e neve. Po mirë, ne që e hedhim, po edhe po nuk mbahet atë pasër me aksione, Ronaldo, mbahet me penalitete, me gjoba, me ndëshkime, a kupton, është Amerika viteve 60, ku njerëzit të ranë mirëqenie sociale, blen makina, hapnin dritarë dhe flaknin kanaçet e pije freskuese apo amballazhet e hamburgerëve dhe filloi vendosja kamera në rrugë, diskreditimi publik, gjobat e mëdha. Turma është turm kudo, nuk ka rëndësi Hong Kong, Tiranë, Montreal, kështu që. Mirë, kështu të thënë kjo, ti në thelb, në vetvete si gazetar. Jam pro investimit në Zvërnezën Sazan. Je pro investimit, je kundra protestës? Po, kundra dhunës verbale që përdoren eksponent caktuar të protestës. Po mirë, dakord, ky është një problem që ndodh. Ne gazetarët protestojmë çdo ditë për korrupsionin, për dallaveret, për arrogancën e qeverisë. Neve që na akuzojnë si lëpirsat e Edi Ramës, ne kemi mbajtur gjithmonë qëndrimet tona. Ti dhe unë nuk punon në shtet. Ke njëri ti që punon në shtet? Unë as nuk kam njëri, pas nuk kam marrë. Të ti përmendun emrat e personave që dalin protestojnë aty para dite ku, më fal, pse nuk zhvillohet protesta para dite? Sepse janë të gjithë në punë, janë në punë, kanë bizneset private, apo private. Jo, edhe në shtet. Vërtet? Do listë punonjës i shtet, do listë punonjës njerëz që marrin subvencione nga qeveria për projektet e tyre. Çfarë do? Do të flasim hapur, por do ti zgjosh nga gjumë se jam i sigurt që në këtë orë janë në gjumë akoma. I bie që kjo qeveri që nga e lirë, pra që të jep ka dhe projekte edhe të lika të protestove. Ne jemi të dy pjesë Top Albania Media, apo jo? Dhe ke dëgjuar mallkime dhe ato epitete top që ne efekto. Më thuaj një masë ndëshkimore që ka marrë menaxhmenti i Top Medias kundër një gazetari. Tek ajo karrierë dikush në mëngjes që del pas dite tek protest, apo jo, është një dashim. Nuk është i gjatë sa mua, s'ka rëndësi ajo, po puna është që është ndëshkuar, është penalizuar, jo. A ka thënë njëri aty ke pasur një pjesë mirë të Top Channel. Po, a ka thënë njëri në emailët tona mos u shoh në protestë? Jo, kur, a është ndërprer dikujt rroga? A është marrë në një job, po ti dil aty dhe mbro kompanin tënde që po të lë hapësirat e lirisë, apo jo. Këto Ronaldo ti je më i vogël se mua dhe zbesoj se do të ndodhë ndonjëherë, po ne që jemi më të vjetër e din lagjet tona që kanë hequr nga shiku i gazetetit së Berishës, nga punonjësit e policisë bashkiake të Lulbashës, të Xhelal Mziu të Kamzës, dhuna e përdorur, kërcënimet, ti kur vjen rajon për të denoncuar dhunën, vazhdonte dhuna përsëri. Ndërsa tani, më falni një nga këto blogeret, ai ka vajtur shtetin në shtëpi? Deri tani, jo. Se kemi shoqë apo jo? A është ndërprer ndonjë kontratë maj me hollywoodiane? Jo, këto vdesin parakalojnë para zyrës së Edi Ramës, i bien në sy Edi Ramës, e pastaj nëse Rama i përmend se i ndjen në video, këto kalojnë në thua ta them atë fjalën, në aksitim me veten. Pra qëllimi i këtyre që të vazhdojnë të bien në sy. Por nuk e di, vlla ka 24 ditë rrugëve, a ka prodhuar gjë kjo protestë? Më thuaj, i thash dia Vjerit, angazhohu me politikë se ne do të ndihmojmë. Jo.
Zot merr me politikë. Atëherë çfarë qëllimi ke ti ki Rama? Do ta heqim Ramën, këtë sjellim populli. Ore, kam një pyetje, Po. se ti e njeh historinë, je goxha i rritur, e njeh historinë ndërkombëtare, botën gjithë me radhë. Nëse Rama del sot dhe thotë unë jap dorëheqjen, çfarë ndodh? Atëherë mblidhen forumet e Partisë Socialiste, nominoi një kryeministër të ri që mund të jetë Elisa Spiropali, Neo Malsoria, Tauland Ba. Po, se ka marrë pushtetin. Okej. Në demokraci pushteti ndrohet me votë. Në vitin 1997. Pra, nëse Rama del sot dhe thotë unë jap dorëheqjen, ne do të kemi një tjetër kryeministër nga Partia Socialiste. Po patjetër, është partia që ka marrë pushtetin me votë, apo jo. Dhe këta thon hik Rama, po nuk japin e lën hapësirën bosh, kush do vi? Kërko zgjedhje parakohshme dhe ti të vesh të kandidat. Nuk duan zgjedhje parakohshme. Po pra se janë gati. Nuk kanë parti politike, nuk kanë forumet. Në vitin 1990, kur protesta e frikshme e studentëve të Shqipërisë përmbysh regjimin, zgjati vetëm 4 ditë. Ndërkohë që studentët protestonin, Sali Berisha, Gramos Pashko dhe të tjerë intelektual kalibri të kohës, paralelisht me protestën që zhvilloi te qyteti student që kemi këtu afër, te posta e rrugës Elbasanit, ku ishte vila e Gramos Pashkos, poshtë e Bodrumi krijuan Partinë Demokratike, programin, projektin dhe i vajtën Ramizali studentët i than, sepse i kërkoi Ramizali, domethënë Edi Rama i kohës. Po. Janë një takim, po i tha, kërkojmë pluralizëm politik dhe e gjetën të papërgatitur. Shko te Rama dhe thuaj, ja ku është. E ka nervozuar Ramën, i ka kërkuar disa herë për të. Po sepse nuk kam besim te vetja. Nëse zgjedhim Ronaldo, do bërtasi Bledi, nëse do zgjedhim Bledi, do bërtasi Dea, do bërtasim Deat, numri shumë sa kupton. Kështu që sa ke mirë me këtë Deat. Me këtë Dean. Me Dean, Dea u tregua e pa edukat. Nuk ju përgjigj me mestime me humor, por ofendoi ti 60 vjeç, ty të paguajnë qirane, shtëpisë, po, më shan mua 53 më burrë. Unë jam më i vogël se baba i Deas, jam më i gjatë se Dea, më i lexuar, më i rafinuar dhe më humorist se Dea, kupton? Ç'është kjo dhunë më vëlla, na ka gjetë belaj, nuk bëjmë dot çaka. Nuk bëm dot në meme sepse janë bërë të gjitha diktatorë të vogla, të gjithë diktatorë të vegjël. Siç po të lën hapësirën ty të protestosh, më lër ti më hapësirën që të jap një opinion mbi këtë, ndaj jam gazetar, ndaj jam këtu të jap opinion apo jo. Imagjino ti ish një redaktor i programit tënd me varreta sipër kokës time, dhe të më impononte çfarë do thosh, atëherë mos më fto vëlla. Po, mos të ndërpriste fjalën tani, do të ndërprisen tani por për efekt marketingu, se ti di që janë të rëndësishëm. Shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi shpejt në program.